Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për llojet e kërpudhave. Kërpudhat janë shumë të ndryshme dhe ndahen në disa lloje kryesore sipas formës, mënyrës së jetesës dhe përdorimit. Ekzistojnë kërpudha të ngrënshme dhe kërpudha helmuese. Kërpudhat e ngrënshme përdoren në gatim dhe janë shumë të shijshme. Këto kërpudha janë agaricus bisporus. Kjo është një kërpudhë e bardhë e zakonshme. Boletus edulis. Kjo kërpudhë është shumë e shijshme dhe e kushtueshme. Cantharellus cibarius janë kërpudha me ngjyrë të verdhë dhe Pleurotus ostreatus janë kërpudha që rriten në trungje pemësh. Kërpudhat helmuese janë shumë të rrezikshme dhe vdekjeprurëse. Në këtë grup hyn kërpudhat Amanita palloides, që është ndër më vdekjeprurëset, Amanita muscaria, e cila është e kuqe me pika të bardha dhe është shumë toksike, dhe Galerina marginata, e cila është shumë e vogël por shumë e rrezikshme. Kërpudhat përdoren edhe në mjekësi. Kërpudha halucinogjene ndikon në tru dhe perceptim. Kërpudhat parazitare janë të dobishme për natyrën. Ato përmbajnë penicillium, i cili përdoret për antibiotikun e penicillinës, dhe Aspergillus përdoret për fermentim, por disa lloje të kësaj kërpudhe janë të rrezikshme. Kërpudhat që ndihmojnë bimët jetojnë në bashkëpunim me rrënjët e bimëve dhe i ndihmojnë ato të rriten më mirë. E rëndësishme është që kërpudhat e egra të mos konsumohen pa qenë 100% të sigurt, sepse disa duken të ngrënshme, por në fakt janë shumë helmuese. Nuk ekziston një mënyrë e sigurt 100% për t'i dalluar kërpudhat helmuese nga ato të ngrënshme vetëm duke i parë. Disa shenja që tregojnë se mund të jenë helmuese është ngjyra e fortë, e cila është e kuqe e ndezur portokalli dhe jeshile e çuditshme. Këto kërpudha kanë kapel me njolla të bardha, kanë unaz në kërcellë dhe shumë karakteristike. Kjo është për kërpudhën Amanita palloides. Këto kërpudha gjithashtu kanë erë të keqe dhe shumë të rëndë. Këto ndryshojnë ngjyrë kur i prek, nxihen, bëhen blu dhe të kuqe. Shenjat e zakonshme të kërpudhave të ngrënshme nuk janë gjithmonë të sigurta. Ngjyra e tyre natyrale është kafe, bezh dhe e bardhë. Ato kanë erë të këndshme si erë toke dhe are. Nuk kanë kup në fund të kërcellit dhe rriten në vende të pastra dhe jo të ndotura. Duhet të theksojmë se disa mite duhet të harohen. Shumë njerëz gabojnë duke besuar te këto mite. Ata thonë se nëse e han kafshët është e sigurt. Kjo është gabim. Nëse e zjejmë bëhet e padëmshme. Edhe kjo është gabim. Nëse ka shije të mirë nuk është helmuese. Kjo është shumë e rrezikshme. Në përdorimin e kërpudhave, çdo njeri duhet të jetë shumë i sigurt. Nëse nuk është 100% i sigurt, nuk duhet t'i përdori ato. Duhen mbledhur kërpudha vetëm me dikë që ka përvojë të madhe, dhe kërpudhat blihen vetëm në tregje të sigurta. Disa kërpudha janë aq helmuese sa edhe një sasi shumë e vogël mund të jetë fatale për jetën e njeriut. Disa nga më të rrezikshmet në botë dhe që duhen shmangur në mënyrë të rrept janë kërpudhat Amanita palloides. Këto janë më vdekjeprurëset në botë. Shkaktojnë shumicën e helmimeve fatale. Dëmtojnë rënd mëlçin dhe veshkat dhe simptomat e tyre dalin pas 6 deri 24 orësh dhe kjo është një kohë shumë e gjatë dhe shumë e dëmshme për njeriun. Duket e padëmshme si kërpudhë,
sepse ajo ngjan shumë me kërpudhat e ngrënshme. Amanita virosa, ose siç quhet ëngjëlli shkatërues. Kjo kërpudhë është plotësisht e bardhë dhe shumë mashtruese. Kjo ka një helm shumë të fortë dhe shpesh ngatërohet sepse ngjashmëria e saj me kërpudhat jo helmuese është shumë e madhe. Galerina marginata është një kërpudhë e vogël e cila rritet në dru. Ajo përmban shumë toksina, të cilat e bëjnë atë shumë helmuese dhe është shumë e rrezikshme sepse ka një ngjashmëri të madhe me kërpudhat jo helmuese. Kërpudha Cortinarius orellanus. Kjo kërpudhë dëmton shumë veshkat. Simptomat e saj mund të shfaqen pas disa ditësh ose javësh dhe kjo bën që veshkat të dëmtohen në mënyrë serioze. Kërpudha Amanita muscaria është e kuqe me pika të bardha dhe duket si në fëralla. Ajo shkakton të vjella dhe çrregullime nervore. Jo gjithmonë është vdekje prurse, por është shumë e rrezikshme. Lind pyetja, pse janë kaq të rrezikshme këto kërpudha? Sepse ato kanë toksina që nuk shkatërohen as nga zjerja dhe as nga skuqja e tyre. Disa prej tyre nuk japin simptomat atë menjëhershme, por me kalimin e kohës njerëzit sa vinë dhe keqësohen. Dhe gjithashtu ato duken si kërpudha të ngrënshme në natyrë. Një këshill jetike shumë e rëndësishme është se njerëzit nuk duhet që të hanë kurrë kërpudhat e egra nëse nuk i njohin me siguri absolute ato, dhe një gabim i vogël mund të jetë fatal për jetën e tyre. Në rast të helmimi me këto kërpudha, koha është kritike. Disa simptomata shfaqen pas 6 deri 24 orësh. Kur njeriu fillon të ndihet më mirë, shpesh është vetëm një fazë reme dhe dëmtimi i organeve vazhdon në heshtje. Shenjat që kërkojnë ndihmë urgjente janë të vjella dhe diare të forta, dhimbje parku, marrje mendsh, konfuzion dhe lodhje ekstreme pas disa orësh. Pra, rregulli i artë është, nëse dyshohet për helmim nga kërpudhat, shkohet menjëherë në spital dhe nuk pritet asnjë minutë. Përdorimi i kërpudhave është shumë i lashtë, që nga fillimet e njerëzimit. Në kohët parahistorike, njerëzit e parë, para mijëra viteve, mblidhnin kërpudha në natyrë. Ato ishin pjesë e ditës së tyre, siç ishin frutat dhe bimët. Kërpudhat janë ngrënë mbi 10.000 vjet më parë ose edhe më herët. Në civilizimet e lashta, si për shembull në Egjiptin e lashtë, kërpudhat konsideroheshin ushqim i shenjtë dhe rezervoheshin për faraonët. Në Romën e lashtë, ato quheshin ushqim i perëndive dhe në Greqinë e lashtë përdoreshin për ushqim dhe në mjeksi. Disa kultura i përdornin kërpudhat për rituale fetare, kurse në Kinë kërpudhat përdoreshin prej mijëra vitesh për shëndetin. Një tjetër pjesë e historisë është se që në lashtësi njerëzit kanë pasur probleme me kërpudhat dhe kanë ndodhur helmime sepse nuk i dallonin mirë. Ka histori që tregojnë se edhe perandor janë helmuar nga kërpudhat. Pra, si përfundim mund të themi se njerëzit kanë filluar të hanë kërpudha që në kohët më të hershme të historisë njerëzore, por gjithmonë me rrezik, sepse dallimi i tyre nuk ka qenë i lehtë. Lind pyetja, a dalin kërpudha helmuese në parcela të kultivuara? Përgjigjja është po. Kërpudhat helmuese mund të dalin kudo, në kopshte, sera dhe toka bujqësore. Sporet e kërpudhave përhapen me erën, ujin, insektet dhe mund të mbijnë kudo. Është e rëndësishme të theksojmë se në fermat profesionale të kërpudhave, prodhimi është i kontrolluar. Atje përdoren vetëm fara të sigurta. Kushtet janë të mbyllura dhe të monitoruara. Prandaj,
rreziku për kërpudha helmuese është shumë i ulët. Kërpudhat më të rrezikshme helmuese mund të dalin në parcela të hapura, sidomos pranë pyjeve dhe në toka të lagështa me hije. E rëndësishme është të themi se duhet një kujdes shumë i madh dhe nuk duhet të konsumoni asnjë kërpudhë që del vetë në parcelë, nëse nuk jeni ekspert. Edhe nëse duket si e ngrënshme, ajo kërpudhë mund të jetë shumë e rrezikshme. Fermerët heqin menjëherë çdo kërpudhë të dyshimt. Ata kontrollojnë lagështinë dhe higjienën dhe nuk lejojnë përzgjedhjen e kërpudhave të hegra me ato të kultivuara. Pra, si përfundim, mund të themi se kërpudhat helmuese mund të shfaqen në parcela, por në kultivim profesional rreziku është minimal falë kontrollit të lartë që bëhet nga fermerët. Kërpudhat janë shumë të pasura me vitamina dhe lëndë ushqyese, edhe pse duken të thjeshta. Kërpudhat janë burim i mirë i disa vitaminave B. Ato përmbajnë vitaminën B1, që ndihmon në energjinë e trupit, vitaminën B2, që është e mirë për lëkurën dhe sytë, vitaminën B3, e cila ndihmon në sistemin nervor, vitaminën B5, e cila ndihmon në metabolizëm, dhe vitaminën B9, e cila është e rëndësishme për gjakun. Kërpudha Agaricus bisporus ka shumë vitaminë të grupit B. Kërpudhat janë ushqime bimore të cilat janë të pasura edhe me vitaminë D. Kjo lloj vitamine rritet më shumë sidomos kur ekspozohen këto kërpudha në diell, dhe kjo ndihmon tek njeriu për kocka të forta dhe imunitet. Gjithashtu, vitaminat të tjera, të cilat janë në sasi më të vogla, te këto kërpudha janë vitamina C, e cila shërben për imunitetin, vitamina E cila është antioksidant, dhe vitamina K shërben për gjakun dhe kockat. Përveç vitaminave, kërpudhat kanë edhe minerale të tjera të rëndësishme. Disa prej tyre janë kalciumi, i cili bën mirë për zemrën, selen, i cili është antioksidant i fortë, fosfori, i cili bën mirë për kockat, dhe hekuri, që bën mirë për gjakun. Si përfundim, mund të themi se kërpudhat forcojnë imunitetin, ndihmojnë energjinë, kanë pak kalori dhe kjo bën mirë edhe për dietë, dhe janë të lehta për t'u tretur. Pra, kërpudhat janë një ushqim shumë i shëndetshëm për njerëzit, sidomos për vitaminën B dhe D, si dhe për mineralet e tjera që përmbajnë. Kërpudhat përdoren në mjeksi prej mira vitesh, si në mjekësinë tradicionale ashtu dhe në atë moderne. Ato shërbejnë si burim ilaçesh, përforcues imuniteti dhe në trajtime ndihmëse. Nga kërpudha u zbulua antibiotiku i parë penicilina, dhe ajo përdoret për të luftuar shumë infeksione bakteriale. Disa kërpudha ndihmojnë në uljen e kolesterinit dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Disa substanca nga kërpudhat përdoren si trajtim mbështetës. Ato ndihmojnë sistemin imunitar dhe luftojnë qelizat kancerogjene. Kërpudhat ndihmojnë në forcimin e kujtesës, të përqendrimit dhe mbrojtjen e qelizave nervore. Në Kinë, kërpudhat përdoren prej mira vitesh. Ato ndihmojnë në jetëgjatësi, forcim të trupit dhe balancim të organizmit. Duhet treguar kujdes i rëndësishëm sepse jo të gjitha kërpudhat janë të sigurta. Nuk duhen përdorur suplemente pa këshill mjeku, sepse disa mund të kenë efekte anësore dhe ndërveprime me ilaçet. Pra, mund të themi se kërpudhat janë shumë të vlefshme në mjeksi. Ato ndihmojnë nga antibiotikët deri te forcimi i imunitetit dhe gjithashtu janë një mbështetje në sëmundje të ndryshme.
Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.